Ndër kaq ka patur akuza të shumta nga rivali, nga Partia Demokratike për përdorim të administratës, për presion, patronazhim të votash. Si përgjigjeni ju këtyre shqetësimeve, këtyre akuzave, zoti Koçi, që nuk janë të reja? Përdorimi administratës kuptohet që mund të ishte një akuzë, gjithmonë nëse ka prova, ndërsa patronazhimi i bën nder Partisë Socialiste, nuk është akuzë. Problemi është që PD-ja bën patronazhim, po e ka të nivelit jo profesional, nuk është efikase, sepse patronazhim është marrja e një liste zgjedhësish që publikohet ligjërisht. Përse bën kaq të suksesshëm patronazhimi socialist atëherë? Çfarë bën? Sepse ti qëmton elektoratin duke përcaktuar mirë se cili voton për ty, cili voton për palën tjetër, cili është i lëkundur që në mënyrë që të punosh, që të marrë sa më shumë vota. E favorizon më shumë sepse është në pushtet, sepse ka më shumë ofron më shumë garanci. E ka bërë kur ka qenë në opozicion, nuk është puna se ofron më shumë garanci Partia Socialiste sot me këtë patronazhim se sa Partia Demokratike që është në opozicion. Jo, mirë, kjo është njëra nga mënyrat e punës me elektoratin, dhe është një proces krejt i lishëm. Tani, kur ka fushat elektorale, po të shikosh, ka një garë mes partive për premtime. Unë gjykoj që njerëzit nuk është se peshojnë premtimet, mendoj se peshojnë garancit. Sepse po tjetë për premtime, duhet fitoj gjithmonë ai që është në opozit. Sepse ata nuk e kanë problem që të premtojnë, po themi, lugën e Florint të Sudes. Kështu që prandaj dhe bëj ajo kaq euro do jetë pensioni, kaq do jenë rroga, do ulen taksa, do bëhet kjo, do bëhet ajo. Domethënë një sistem fantastiko shkencor jetese si pas opozitës. Por njerëzit tashmë janë mësuar me këtë stil të partive politike në përgjithësi dhe ata peshojnë garancit, pra cili jep më shumë garanci për atë që premton se do të japë në qeverisë. Po flasim për fushatën, për patronazhimin, si ka ndryshuar mënyra e të bërit fushat tani me kohën kur ju jeni bërë pjesë e politikës, zoti Koçi, ju rikthej shumë vite pas. Revolucioni janë rrjetet sociale. Atëherë, s'kishte as telefona, jo... Ishte më e vështirë atëherë. Celular. Ka qenë më e vështirë veç se ka patur një gjë tjetër, që shoqëria ishte më idealiste, nuk ishte kaq pragmatiste. Sot është më e vështirë që të bësh fushat, sepse njerëzit, jo se s'kan ideale, por gjithsesi edhe politika i ka mësuar që, si të thuash, të bëhet një lloj tregtie me votën. Bile e kam përdorur këtë term kur kanë mbaruar zgjedhjet vendore dhe ne dolëm të parët në kombinat dhe unë kam thënë që ne bëm një fushat jo tregtare. Tani, dimensioni tregtar i fushatave është rritur shumë. Pra, shpesher duhet ndofta që ti të bësh dhe premtime me natyrë individuale etj. Tani duhet jesh gjithmonë realist në ato që thua, sepse nëse te i kalon mundësit reale të realizimit premtimeve, atëherë kthehesh në një gënjeshtar. Dhe këtu unë besoj edhe njerëzit kanë ditur të na peshojnë, pra kanë kuptuar që pala tjetër nuk është realiste. Edhe ndofta ndihen edhe kështu si është ndier ajo ofertë e opozitës si një ofertë mashtrimi. Gjithsesi ata deri nuk e kanë pranuar humbjen dhe thonë që këto zgjedhje janë të vjedhura nuk kështu fitofshin gjithmonë ata, siç kanë fituar kësaj radhe. Por kjo e alibis lidhur me arsyet e humbjes nuk është një gjë e re për PD-n e para, e dyta nuk është një gjë pa përgatitur, pra ata e përgatitën që para zgjedhjeve. Unë po ju them vetëm një element. Është hartimi i listave për deputet. Partia Socialiste zgjodhi variantin që në listat e mbyllura të fuste
figurat cilat në krahasim me listat e hapura